letër në gjykatën speciale që duhet me çu të trafikuar. Kush e ka protokolluar tjetër, kush e ka pranuar tjetër? A ka një nënshkrim, a ka një protokoll tjetër që është pranuar, lutem. E dyta, kanë garantuar Austria, edhe Turqia, edhe Kroacia kanë bërë garancion për presidentin të lirohet në mbrojtje lirie. Do thotë ju po dyshoni që kjo letër është marrë në dorën e Trëndafilovës. Unë jam të dyshuar që kjo letër s'ka shku fare në dorën e Trëndafilovës, se letra nëse shkon duhet me protokollu, lutem, është një protokoll që atë letër duhet me protokollu me datë. Me cilën datë kam rri letrën në gjykatën speciale, lutem. Këtu e kemi 21/09/2022 të lëshuar nga kryeministria, nga qeveria. Është të vërtet. Unë po bëj si kryeministri ka mujt me bëj këtë letër me çu me lum në fiokin e vet. Zyrën e vet e milion dhe milion çato. Po ka protokoll nga gjykata speciale që është pranuar letra. Lutem. Derisa ne nuk i kemi bëu letrën. Zoti Kurti në delën të çet letrën apo referenti tina, apo sekretari tina dikush, apo kabineti tina, të qesin dokumentacionin që në gjykatën speciale është pranuar ky dokumentacion që ka dërguar kryeministri i vendit tonë. Ky reagimi i Gucatit vjen